Noterët kërkojnë rritje të një pjese të tarifave të cilat thonë se nuk janë rritur për më shumë se 25 vjet. Metodi Aristovski nga Oda e Noterëve dha shembull konfirmimin e një dokumenti privat të solemnizimit në vlerë prej 500.000 denarve, prej të cilëve sipas tij, avokatët marrin 3.900 denar, ndërsa noteri merr vetëm 2.000 denar. Ankesa ka dhe për shërbimet publike si notarizimi i faturave të ujit dhe energjisë elektrike të tjera. Sipas Odës, në faturën prej 3.000 denarve noteri merr 300 denar, ndërsa avokati merr 1.300 denar plus ТВШ. Апсолутно да, и затоа сме во корелација и со Министерството за правда и со владата да го изнајдеме тоа решение за, како што реков претходно, да биде обострано задоволството и за граѓаните и за нас како фела. Si pjesë e problemit, ata përmendin ndryshimet ligjore që lejojnë heqjen e koeficientit të noterëve për kokë banori dhe të bëhet siç ka qenë më herët, të ketë të paktën një noter në çdo 20.000 qytetar. Kryetari i Këshillit të Noterëve Marian Kocevski ankohet edhe për ndryshimet ligjore nga viti 2016 që futën pjesëmarrjen e detyrueshme të avokatëve në procedurat para një noteri, duke ndarë në dysh tarifat notariale. Si shembull, ai mori Kumanovën, ku sipas numrit të popullsisë duhet të kishte 7 noter, jo 14 sa ka tani. Броят на нотарите е ограничен не за да нотарите имат повеќе промет, за да се зачува правната сигурност. Тоа значи дека оние луѓе кои ќе бидат определени, се определени тука да имаат сигурност во својата работа, но и тие да штитат правната сигурност, и со тоа целокупната сигурност во правниот промет во државата. Sipas të dhënave notariale, në vitin 2000 kishte vetëm 100 noter, ndërsa në vitin 2024 ka 220 noter të certifikuar në nivel vendi. Nga Oda thonë se në Shkup raporti për kokë banori ka tejkaluar 2 fishin. Për vitin 2024 të dhëna zyrtare janë që Shkupi me 616.000 banor, aktualisht ka 66 noter. Ata thonë se i kanë tarifat më të lirat në rajon, duke bërë krahasimin në nënshkrimit të një certifikate ku tek ne kushton €1.63, në Serbi €2.56, në Bullgari €5.12, në Kroaci €7 dhe në Shqipëri €18.80.